situatën politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atentatin e fundit që sipas mediave duket në shenjës se ka qenë sërish presidenti i Shtetet e Bashkuara, Donald Trump, fatmirësisht shpëtoi, nuk pati asnjë të lënduar, pam momentet të pamje që bën xhiron e mediave botërore, ndërhyrjen e forcave të sigurisë, largimin e JD Vance-it, zëvendës presidentit me vrap, e tjera, kjo vjen në një situatë të komplikuar dhe në lindjen e mesme ku konflikti vazhdon pavarësisht se pezu për shkak të anëpushimit, por ashtu kanë mbetur edhe në negociatat, pasi dështoi raundi në Islamabad, nuk kishim një raund të dytë. Por çfarë thon mediat atje, çështjet e sigurisë e tjera, në më mirë se me këto tjetër do t'i diskutojmë me mikun e emisionit ton, zotin Ajan Gaxheti, i cili ka studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e njeh mjaft mirë fushën e sigurisë atje dhe të antiterrorizmit. Zoti Gaxheti, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën, zoti Riballa, gjithmonë kënaqësi të jemi me ju. Faleminderit ju. Por atentatet me shenjës se Trumpin nuk po ndalen. Në një kohë mjaft të shkurtër janë të në mos gaboj i treti. Po, tani ky atentati i tretë, gjithsesi duhet të thënë se ka gjithsesi nga ana e sigurisë në Amerikë ka të ashtu quajtur celula, qeliza të fjetura të terrorizmit, të cilat kanë akter apo njerëz të cilët janë shku prej Iranit në Amerikë kohë pas kohë, dhe të tjerë të cilët edhe kanë lindë aty, po kanë të thotë prej ardhe prej Iranit, qëndrojnë do të thotë në vendet e tyre të punës dhe jetojnë jetën e tyre normale dhe presin do të thotë aktivizimin e tyre në momentet e duhura. Shumë prej tyre tani edhe janë të thotë në kërkim të FBI, të cilët edhe po ashtu prej tyre ka njerëz të cilët kanë shërbyer edhe në ushtrinë amerikane. Për emrat e tyre konkrete dhe fotografiat e tyre, kurdo që ju të keni interesin, zoti Riballa, unë do t'ja ofroj me emra dhe mbiemra të cilat janë në kërkim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të thotë persona nga Irani. Sidoqoftë, tani kemi këtë atentatin e tretë, të cilën ne sot këtu po flasim, dhe çka kemi parë në media është se disa kanë thënë se ka përjardhje, do të thotë është Izraelit, dhe disa të tjera tani thonë që është spekulim se nuk është personi që ka shërbyer në IDF të Izraelit. Gjithashtu sa mujta me pa është se kryeministri i Izraelit do thotë ka qenë kundër këtij akti dhe ka dënuar këtë akt. Tani ku se qëndron e vërteta do ta shohim në vazhdimsi. Po çka kemi thënë ne paraprakisht do thotë në intervistat tona është se unë i kam dhënë pikpyetjen marrëdhënies Izrael dhe Amerikë sa i përket se si duket nëpër media. Do të thotë mediat shumë herë e kanë portretizuar sikur të jenë një, apo sikur çfarë thot Izraeli bën Amerika, ndërsa unë e shoh ndryshe. Unë mendoj që janë dy aktorë të cilët funksionojnë sipas interesave të tyre. Dhe në momente do thotë edhe në ngjarje kanë kompeticion edhe në mes vete. Tani kompeticioni në mes tyre ka arritur do thotë dukshëm lart, i cili ndjehet në Amerikë dhe vetë do thotë amerikanët vrejnë këtë dhe nuk janë pro kësaj. Pra, po thoni që ka një përplasje, një thyrje mes Izraelit dhe Amerikës. Tani kjo nuk mund të me që nuk ka diçka të publikuar me tillë, unë konsideroj se ka një kompeticion në mes vete, e cila është mendoj unë, ndoshta jam gabim, po unë mendoj që e kanë sekret administrativ në mes tyre, të cilët vazhdojnë do të thotë aktivitetin e tyre politik në sistemin ndërkombëtar, por që shpesh herë janë kundër njëra tjetrës pa u deklaruar apo pa tek njerëzit. Po, ky atentat Trumpi tha që prita i qetë, nuk është se kisha ndonjë, por puna është, mendoni që do ndikoj në ecurinë e konfliktit në lindjen e mesme? Tani ky varësisht se nëse personi, akteri i cili tentoi ta vras presidentin amerikan, gjinet të jetë me origjinë të Iranit dhe ka lidhje me do thot me shtetin e Iranit, pastaj mendoj që
automatikisht do të thotë zhvillimet amerikane do të ndryshojnë karshi i Iranit dhe do të përkeqësohet gjendja. Nëse kjo vërtetohet se ka qenë, do të thotë ky person ka qenë Izraelit, me shumë gjasa dyshoj që kjo do të faktohet edhe nëse do të jetë, gjë që unë them që nuk e di a është as është, por atëherë për sa i përket se ka ndryshime dhe ka kundërshtime nga shteti i Amerikës dhe Izraelit në shumë çështje, këtë e di, me ka thënë edhe vetë kryeministri i Izraelit, i cili në një moment kur gazetarët e pyesin se çfarë lexon, tregon se si do thotë e tregon historinë e judëve gjatë perandorisë romake dhe e pyesin çfarë interesi ka kjo, thotë atë luftë atëherë kemi humbur, duhet ta fitojmë tani. Dhe kjo do të thotë është një moment i cili tregon shumë zhvillime apo intensitetin e rritun të Izraelit dhe brenda Amerikës për një fuqi politike më të madhe. Pra që të ndalojnë tërheqjen e Shtetet Bashkuara nga lufta me Iranin. Do të thotë unë mendoj që Izraeli e ka për qëllim, mendoj që ta shfrytëzojë Amerikën maksimalisht dhe pastaj pasi Amerika të dështoj të merr fuqinë e Amerikës duke marrë resurset, do thotë, duke pushtuar resurset që është për shembull në lindjet mesme, që të dyat janë në kompeticion në mesvete, edhe me shtetet e tjera që kush do t'i kontrolloj resurset siç është gazi për shembull. Sepse sa i përket Amerikës pikë të fortë kishte sistemin internacional financiar, po të cilit pivihet pikpyetja dhe zhvillimi i shtetit në kohën që ne po jetojmë në këtë sistem ndërkombëtar varet varësisht prej resurseve. Dhe pikërisht për këtë arsye Amerika do të thotë po ashtu kishte motiv shtesë që të ndërhyjë në Venezuelë. Po ashtu ka motiv shtesë që të mbajë bazat e veta ushtarake në lindjet e mesme për shkak të resurseve, sepse sistemi ndërkombëtar financiar që udhëheqet nga teknologjia amerikane gjithnjë më shumë po i vihet pikpyetja edhe nga aleatet e vet, siç është Evropa shpeshherë dhe Izraelin kohën e fundit ka shfaqur, do të thotë, edhe pse jo deklarativisht apo formalisht, ka një, do të thotë, është diçka natyrale që ndodh në sistemin ndërkombëtar. Të kemi pa për shembull edhe me Rusinë, me invazionin në Ukrainë, do të thotë presidenti Putin do të thotë mendon e shef sistemin ndërkombëtar se shteti duhet të jetë i vetkënaqur. Do të ketë kapacitet ta vetkënaqë zhvillimin ekonomik, ushtarak, sigurisë, politik e tjera. Do të thotë një pavarësi apo shkputje prej marrëdhënieve ndërkombëtare dhe zhvillimeve ndërkombëtare me shtetet e tjera. Do të thotë një autonomi më të lartë. Dhe mendoj unë duke parë këtë shembull të Putin, edhe sepse është diçka natyrale që shtetet pastaj detyrohen ta ndjekin një gjë të tillë, ku ka polarizime në sistem ndërkombëtar, kur atë të cilin e kemi ne sot multipolar, atëherë shtetet e fuqishme përpiqen që ta sigurojnë territorin, regionin e tyre. Dhe në këtë formë Izraeli pastaj do kisha thënë, do kisha shpjeguar edhe me që jenë përdorur edhe shumë deklarata, nëse më lejohet nga pikpamja fetare, se si tempulli i tretë, për shembull, pse duhet të jetë tempulli i tretë në shekullin 21 tani, çfarë ndikimi ka feja apo ideologjia që po rrjedh prej fejes. Unë mendoj që i kemi këto të rrethët që janë monoteiste, që mund të themi krishterë, musliman dhe jud, që të trijat nga ona e besimit shpirtëror besojnë të njëjtin krijues, kisha me thënë, deri diku, por forma është forma e tyre që ju shpjegohet, do të thotë i vën në një konflikt ndërmes vete, që të trijat i vjen në mes vete. Judët besojnë që Mesia
në ndërtimin e tempullit të tretë atje në Izrael, do të udhëheqin, do të thotë, botën dhe do të vijë Mesia, po Mesia është aktor politik, person politik, do të thotë. Kështu besojnë judët. Nuk besojnë, do të thotë, ndërsa të krishterët mbështeten për judët dhe mbështesin idenë e tempullit të tretë, sepse do të vijë Mesia, i cili është Jezus Krishti, apo Isa, siç e thënë muslimanët. Dhe Jezus Krishti do t'i dënojë edhe judët edhe të tjerët, do t'i japë përparësi krishterët, krishterët do të udhëheqin me botën. Ndërsa muslimanët thonë po, do të vijë Isa, i cili do t'i ndëshkojë të dytë, edhe krishterët edhe judët, dhe do t'ju japë të drejtën muslimanëve. Dhe sipas përshkrimit biblik, do të thotë se çka e shohin Mahdi në Islam se do të vijë dhe do ta mbys antikrishtin apo dëgjallin, në Bibël përshkruhet se ky person është vetë antikrishti. Do thotë përshkrimet do të jenë vendosur në atë formë dhe përdoret ajo mendësi tani që i destinon që të trija të shkojnë të përballen me njëra tjetrën në luftë për një qëllim. Dhe këtu tani kanë pas aktorë të ndryshëm dorë në këtë, duke nisur prej shkencëtarit Isaac Newtoni, siç e njohim ne, i cili më pak se 30% të jetës së tij veproi në shkencë, ndërsa shumicën e kohës veproi duke studiuar apo njohur kodet e Biblës. Dhe shkruaj një libër të tij, e cila ka ndikim të madh tani në kuptimin e tempullit, ku ne po shkojmë tempulli i tretë në lindjet mesme. Dhe Isaac Newtoni nuk ka qenë një njeri i rëndom, i thjesht, përveç se ka qenë shkencëtar, ka qenë nivel më i lartë i hierarkisë, do të thotë në Anglinë e atëhershme, ka qenë, do të thotë, në nivelin më të lartë të shoqërisë dhe organizimit të rendit botëror. Zoti Kaxherri, mas atentatit të dytë, normalisht pati edhe rritje tek sondazhet për Trumpin, e ngriti kjo. Sigurisht bashkë me këtë pati edhe teori të shumta konspirative, ashtu sikur edhe tani. Por për të gjithë këtyre edhe analizës që ju bët të qartë me këmbë top, ka një kush është, nëse mund ta themi, pra për të ndalur të teoritë, dora pas që nuk e do Trumpin? Tani për te teorive konspirative, me shembullin e Isaac Newtonit për shembull, dhe këtë që ndodh me tempullin e tretë dhe këtë që them ne në sociologjinë e shkencës, në sociologjisë njihet sikur profeci e vetë përmbushur. Do të thotë ata që njohin këtë shkencë kuptojnë, do të thotë kur njeriu vepron në drejtim të diçkafit dhe ajo bëhet, do të thotë nuk është profeci që është, do të thotë, është garantuar nga krijuesi, po është profeci që njeriu vetë ka e vetë përmbushur, ne ka krijuar një rrjedh, ne ka krijuar rrugë, formën, mjetet, ideologjinë për të arritur në aty. Ndërsa sa i përket kuj tani zotri Trump ka një përkraje të madhe të një grupeve të forta që besojnë, që janë fetar në krishterë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat e kanë një idenë se tempulli i tretë është i rëndësishëm që të kthehet, që të vijë, do të thotë, Jezus Krishti. Dhe këtë keni patur, më thonë, në për shfaqje, në për fotografi, në për kështu, do të thotë, është diçka që nuk është vetëm konspirative, por është diçka që luan një rol edhe brenda politikës amerikane. Pastaj ka luajtur rol ndryshimi i politikave në Amerikë, për shembull, për drejt më shumë konservative, duke pru fen vetë, do të thotë, nga administrata Trump dhe presidenti janë të interesuar që të binë fen, do të thotë, më shumë si
influencues në qytetarë që të kthehen në vlera më shumë. E kanë hek, do të thotë, nga politikat e tyre të brendshme rëndësinë e respektimit siç ishin ato politikat e majta për njerëz të gjinisë së njëjtë që martohen, drejtat e tyre e kështu me radhë. Po, ju bën përshtypje që kjo që ndodhi tani erdhi vetëm pak ditë pas debatit të fortë me Papën. Po tani unë mendoj se zotri Trump e krijon bazën e vet, do të thotë, të shkëputur, të ngjeshëm me tipin e Martin Lutherit të Gjermanisë. Nëse e ke parasysh Martin Lutherin e Gjermanisë, ato tezat në katedrale, i cili do të thotë filloi e mor princat e Gjermanisë, i bashkoi dhe i tha ne nuk kemi nevojë të paguajmë taks për Vatikanin, dhe u kriju protestantizmi. Do të thotë shkëputem nga Vatikani, zhvillojmë fen ton mbi bazën nacionaliste. Aty ka, do të thotë, fillon nacionalizmi i Gjermanisë prej Martin Lutherit, ku bëhen bashk princat, do të thotë dalin nga një sistem që është i hapur nëpër botë, që ishte Vatikani, dhe zhvillojnë nacionalizmin. Unë mendoj që kjo do të ishte më pak fuqi për Vatikanin pastaj, sepse patundshmërinë Vatikani për shembull është që ka patundshmëri më shumë në Shtetet e Bashkuara. Do të thonë, s'ka kompani private apo diçka tjetër që ka toka dhe me vlerë dhe ndërtesa më me vlerë dhe me pozita në vendet më shtrejta se sa ka kishat e Vatikanit. Kanë, do të thotë, shumë dhe tani ai përpjekja është që mendoj unë që përpjekja e zotit Trump është të kthehet në idenë e Martin Lutherit dhe të zhvillon, do të thotë, fen mbi bazën nacionaliste. Si përfundim për ta mbyllur, e gjitha kjo që ndodhi do ta step apo do ta lëshojmë më përpara në konflikt në lindjen e mesme Trumpin, apo ju i qëndroni asaj që thatë pak më lart deri në sa zbulohet origjina dhe detajet e autorit? Po tani kjo unë mendoj që kjo lufta në lindjet mesme do të vazhdoj, dhe mendoj unë, ndoshta jam gabim, por derisa të shohim një thirrje apo dalje në publik të Rusisë që është angazhuar në këtë problem. Irani po i kërkon ndihmë, se më duket ministri i jashtëm udhtoi për Moskë. Irani duket se po i kërkon ndihmë Rusisë, se ministri i jashtëm udhtoi për në Moskë. Po tani nuk jam informuar për këtë ç'a thatë ju, por unë mendoj se zhvillimet do të thotë nuk mund të arrihet një paqe apo stabilitet pa u kyçur Rusia, dhe kur Rusia kyçet pastaj do të krijohet një bazë kur fuqitë e mëdha do të mund të funksionojnë dhe të vendosin, do të thotë, rendin botëror. Me që tani këto kombet e bashkuara, ndërtesa kombet e bashkuara është jashtë funksionit. Dhe do të vendoset një nivel tjetër i funksionimit, dhe unë mendoj që kjo do të jetë Rusia dhe Amerika që do të fillojnë këtë gjë, dhe do kthehemi në luftën e ftoftë kur arrinte sistemi bipolar. Do kisha thënë edhe një gjë sa i përket Iranit, për shembull, unë nuk dyshoj se nëse Amerika do donte ta mbaronte këtë luftë së shpejti, unë nuk dyshoj se ata do mundën ta bënin këtë. Do thotë kanë informacione të mjaftueshme se do thotë nuk është më gjithçka në dorë të Amerikës. M'fal? Nuk është më gjithçka në dorë të Amerikës, mendoni? Unë mendoj që nuk ka qenë në interes të Amerikës as Izraelit që kjo luftë mbaroj shpejt. Sepse po të ishte ky qëllimi, atëherë strategjia do ishte tjetër, mënyra operacionale do ishte tjetër, si do ishte. Unë mendoj se
Irani ka një pozitë gjeografike dhe një relef të tillë që i jep një kështjell pamposhtur nga jashtë nëse sulmohet për nga komsoria, për nga aktiviteti operacionet që po ndodhin tani, ata akoma po rrin të fortë. Ka një psikologji shumë zhvilluar për luftën, qoftë edhe populli është shumë në përkrahje tani, po pse ka ndodhur këtë kjo është se për shembull zhvillimet e para të operacionale të cilat janë bërë nuk janë hedh, për shembull nuk është sulmuar vendet të cilat është dashur, të cilat është dashur të sulmohen, për shembull vendet rurale, sepse vendet rurale janë shumë më konservativ, janë shumë më pro, do të thotë, ideologjisë, idesë apo besimit që përfasohet nga shteti i Iranit. Ka ndodhur kundërta, do të thotë janë ataku qytete apo vende ku njerëz kanë qenë, nëse mund me thonë, më mendje hapun, më civilizuar, nëse mund me thonë, pa dash me ofendu në pika regionale, po dhe është ataku pikërisht këto vende dhe kanë shtyr këtë popullat që të bëhet më pro pushtetit. Unë nuk mendoj që ka ndodhur rastësisht, sepse janë gjëra që të thjeshta. Pastaj është një tjetër se nuk ka nevojë që të goditen vendet e cilat kanë resurset e gazit në Iran, nëse dën ta përfundosh luftën. Mund të goditen për shembull resurset e ujit, të cilat Irani ka probleme me ujin dhe resurset e saj. Do thotë nëse një resurset e ujit të Iranit, do thotë prishet dhe popullata nuk ka ujë, popullata nuk do munden të dalin të mbrojnë urat apo infrastrukturën kritike. Ata do ikin me shumicë nga Irani. Dhe pastaj do jetë një mundësi më e mirë për shembull për politikën amerikane që të investojë në Pakistan dhe të jap, do të thotë, para që t'i strehoj këta. Dhe duket po ashtu fer për popullatën gjithanë e botës. Dhe ta krijojë një hapësinë beteje aty ku nuk ka nevojë që të jetë, do të thotë, shumë i kujdesshëm se ku gjuan dhe ku çfarë bën. Dhe mendoj që kjo strategji do ishte shumë, kjo që thash do ishte shumë, do thotë, do arrihet shumë kollaj qëllimi, por me gjitha gjasat qëllimi nuk është që kjo luftë të kryer shpejt, andaj po ndodhin ngjarjet siç po ndodhin. Po qëllimi nuk është që kjo luftë të kryhet shpejt, e thatë ju, por si është qëllimi për zgjedhjet në Kosovë? Jemi në 24 orët e fundit që na ndaj nga zgjedhjet. Qëllimi është që të shkojmë në zgjedhje, apo mund të kemi një përmbysje në orët e fundit dhe mund të kemi presidentin e ri? Unë jam deklaruar shumë herët më përpara se do thotë qeveria që është tani në pushtet në krye me liderin më të suksesshëm siç është zotri Kurti. Zotri Kurti ka prirje autoritare dhe më shumë pushtet, do të thotë nuk është e mjaftueshme. Nuk e kuptuam sepse Kurti tha që presidentin populli ja ka lënë atij, nuk ja ka lënë opozitës. Nuk e kuptuam pse ja dorëzoi në fund që ta propozoni 3 kandidatura. Apo ishte loja dhe kjo? Po kjo ishte lojë, zotri Bolla, lojë shumë e thjeshtë. Zotri Kurti e ka pas njëjtën qasje para se të bëhen zgjedhjet e mëpashme. Do thotë nuk i kemi votat, na kërkuan 51% që të bëjmë qeverinë. Dhe i bëjmë 51%. Tash nuk i kanë votat, tash i dojnë 84 vota, që i bie 60%, sa i bie ti marrë. Do thotë është në kërkim të pushtetit absolut. Dhe a do të arrijë atë, ka gjasa dhe atë të arrijë nëse e lejojnë. Dhe sepse ambicet e tilla janë më jo të fshehta, janë qarta zi të shifen, dhe po ashtu ka mundësi që tani zhvillimet që do të jenë në tavolinat diplomatike do të mirët përgjithësi për ato që zotri Kurti është marrë vesh më herë. Dhe ato do të gjithçka zotri Kurti që mirën vesh në sistem ndërkombëtar, një kryeminist, një president, fjala e tij është, do të thotë, marrëveshje.
ka në nënshkrime, sepse për shembull ti deklarosh për shembull në sistem ndërkombëtar ti deklarosh luftë dikujt një shteti tjetër, nuk ke nevojë ta shkruash atë. Kur një president deklaron me gojë në sistem ndërkombëtar është e marrur si ligj për shtetit tani. Dhe zotri Kurti është pajtuar me vetë menaxhimin dhe me gjasa duhet tash të përballet me pikat e veta apo kauzat e veta të cilat i ka krijuar pa bazë reale. Cilat janë ato, për shembull, asociacioni, vetë menaxhimi, pastaj do të dalin tjerat, për shembull, neve nuk na ka nevojë të kemi pasaporta të cilat janë dhënë tash në minoritetit serb nga një ministri ndërmjetësuese me Serbinë dhe të cilat njihen në Evropë. Kjo ishte në fakt ndoshta keqja më e madhe që ka ndodhur në vitet e fundit, që këto njohen edhe nga Bashkimi Evropian. Zotri Balla, ne kemi ngjëzimet dhe mund ta verifikojnë në intervistë me ju. Kemi thënë shumë herët se zotri Kurti sistemin paralel tani po e legalizon. Po e bën legal. Si po bën legal? Tani është shumë problem që ta luftosh një dukuri që është de jure. Do thotë e njohur edhe nga Brukseli. Po ajo është problem tani që ta luftosh atë, ta zhvillësosh pasaportat dhe keni kërkesa e tij tani pranimi i tij që këto pasaporta do të përdoren për me marr dokumentacion të Republikës së Kosovës. Do të thotë prap de jure ky pranon sikur të vlesh me atë dokumentacion, sepse zotri Kurti nuk ka pas strategji as njohuri se si këto gjana zhvillohen, ose i ka bërë me qëllim, njëra për dyjave tjetë, sepse do thotë ky është problemi që ne do ta kemi për pasaportat de facto tani dhe de jure të njohura në sistem rajonal ndërkombëtar. Zoti Gaxheli, të falenderoj shumë për bisedën. A ka mundësi vetëm për fund edhe një gjë, herën e kaluar kemi folë diçka për Hagën dhe kam pa shumë komentues që e kanë komentuar dhe më kalon përshtypje një koment të cilë thotë se Hagën e bën aktorët vet dhe nuk është fajt Partia Demokratike dhe vetëvendosja. Të thotë nëse him dhe shohim intervistën, unë nuk kam fol asnjëherë se kush e ka bërë, unë kam fol kush e ka iniciu Rust. Tani sa për sqarim, kisha dashur për ndjekësit e juaj, kjo gjykatë ka pas mu bë ose në Kombet e Bashkuara ose në Bashkimin Evropian. Dhe sepse ka filluar shumë herët aktiviteti për drejt saj, siç është personi Dick Marty, i cili është i njohur për veprat e tij dhe për mbajtjet jashtë ligjit ndërkombëtar nëpër vende të caktuara nëpër Evropë, dhe ka zbuluar shumë gjëra, ka qenë njeri shumë, do të thotë, i besueshëm në sistemin juridik, ndërsa ne në Kosovë nuk e kemi marrë me seriozitet sa duhet, mendoj unë. Dhe pastaj kjo u bë do të thotë temë që nuk mund ta kapërcenim më. Dhe mundësia ka qenë me bë përzgjedhjen, a dëshirojmë ta kemi një proces të tillë që zhvillohet, që vije nga Kombet e Bashkuara, ku Rusia dhe Kina nuk janë më sikur që ishin në kohën në vitet 98, 99, 2000, 2001, 2008, por është një Kinë dhe Rusi tjetër, një Francë po ashtu tjetër, dhe si do të rrjedhte kjo, a do ta kishim ne mundësinë që do të ta zhvlerësonim këtë gjykatë, nuk do ta kishim atë mundësi. Ndërsa në Bashkimin Evropian do të thotë fuqia e Rusisë dihej se si ishte, kishte një pozitë ku mund ta inicionte një gjë të tillë,
por pastaj u dëbua Rusia nga aty dhe aty ka pas më fut Kosova që në fat caktum me zhvetsu gjykatën mbi pretendimet e Digmartit. Po këtë PDK-ja dhe vetëvendosja nuk e bëri, kanë pas kohën që ta bëjnë, nuk e kanë bë në kohën e duhur dhe kjo procesi pastaj mendojnë ka rrjedh dhe jenë marrë dhe me çështje tjera u fut dhe më thellë. Dhe kanë dalë tani prova të reja. Dhe unë kam thënë që do thotë mos serioziteti apo mos qenit alert nga ona e Partisë Demokratike, sidomos dhe vetëvendosja, është që nuk është tentuar asnjëherë të zhvefsohet kjo gjykatë nga pozita që unë mendoj që është aty ku ka pas më antarësu Kosova në vendin e Rusisë e cila e inicej këtë gjykatë. Sa përsarim dhe respekt për ndjekësit të tu dhe komentuesit të tu. Faleminderit shumë edhe një herë për bisedën, po ashtu edhe për replikën për ndjekësit, që jam i bindur që do të vazhdojnë ta përsëritin edhe këtë bisedë, edhe reagimin, replikën që ju patët. Faleminderit shumë Zoti Gaxhelli. Faleminderit Zotri Balla, respekt për ju dhe gjithë ata që të ndjekin.